E ki po që shtëm pleshton, kur ta urojnë dikan një fëmi, ta në kohën i thënë, i gaft kohës. Do thotë shkoft me kohën. Tash është koha e tyne, ne nëse njëm vetin 2 vjetër, atërë së në kemi me njek. Nëse njëm vetin 3, ne shtymi me ata. Nuk kemi ndoshta energjin e njejt. Mi po përvoja jonë, është diçka e jashtëzakonshme, është avantazh. Valla jo. Po është mirë se lindin ide bota e kësaj. Edhe do teknologjia ka avancuar. Ka dallon tash, sa edhe zonja Suzana kanë vetbesim. 20 vjeçar tash kanë vetbesim. Është vërtet asune nuk e kom pas atë vetbesim me 20 vjet. Domethënë gjithmonë e kom pas atë frikën. Besa dhe në shkollë fillore, as dorën me qut në për profesora se kom ngrit, më thonë veç kom mendu që kur të më pyet profesorin. Nështë akone edhe une tipi karakteri jam i til, po që sot, së më doket si mitë sokoli i dalë gjithë shkavës, balafaqona, po nështë të i po dhe gjënratat e tjera me qatë kapacitet, sa po janë, po kanë një farë vetë besimi, po nështë janë zhvillume dhe ma të ndërtume, sepse ma të arsimum në atë aspektin se gjdo prende sot është i arsimum. Edhe ka rrit, ka zhvillu një fëmi që ka një inteligencë ma ndryshë, dhe më thonë fëmija sot si të linë flet anglisht. Ajo është një kogja një daleme dhe ndryshem. Edhe që kjo është dalimi, tash sot është 20 vjeç, punan edhe shkollohat. Unë nuk o mujtë ashto. Unë e vesh prindi jam më ka edukue dhe që ashto jëm rri qatë formë që veç shkollimi, dohet me kry shkollë, nështë ta më ka shku me endja me punu, kom pas mundësin, po adi qka ke pas mundësi atër me punu? Ke mujtë me qenë si mashku kamarjer, edhe si bajz me qenë në i butik. Që ka që kun hapsira? Primore ke pas shkollë. Mendoj që ashtu, nështë ta ka pas edhe vend të tjera. Që tha njëri që shëndihet vetë. Edhe pak për shaka, po pak e vërtet, asë përshet që krejtë të rypa jo më botë mundu. Me u do kësi 20 vjeqare. E kjo si pëlqen 20 vjeqare, se të pështyhet me mu për bukuri. E që unë mendoj që 20 vjeqare pështyhet me u do këtë vjetra se na. Po kjo është ajo që nuk plaket nga brenda. Dhe me që fëmijët tashmë janë rrit 23-26 vjeqare dhe po e vrej në atë aspektin që të regu që tash e kanë më letë ose nuk punojnë shumë. Mu më duket e kundërta. Në aspektin fizik ne kemi qenë më të ngarkum, por në aspektin psikik tani janë më të ngarkuar. Sepse ne në aspektin jemi mundu, ose është dasht me u mundu, më shumë mënyrë vetanake me marrë një informacion. Ndërka që është burimi informacionin të shumë i letë, por neve në duket. Do të doje këtë për vete? Pa tjetër, mirë po është rëndes më e madhe psikologjike, duke mos haru që tash fëmijët atakuajnë edhe me bullizmin, që është shumë e shprehun. Do të thotë sa e kanën e mirë. Mendon që nuk ka qenë edhe në kohën tonë? Nuk ka qenë më e stigmatizume, ose ka qenë ajo edukata familjare, apo tradita si që përmendi. Mos me folë. Që mos me folë, ose është marë, ose është